Libri Drejtësia pa llogaridhënie i autorit i Bishnezirit trajton një nga temat më të debatueshme në Kosovë, që është funksionimi i dhomave të specializuara dhe perceptimi për deformimin e drejtësisë. Sigurisht përmes analizës, argumenteve dhe këndvështrimit kritik, autori ngre pyetje të rëndësishme mbi transparencën, mbi përgjegjësinë e institucioneve dhe ndikimin e këtyre proceseve në shoqëri, po ashtu edhe në besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, sepse është njëra ndër ato elementet kryesore që është lënduar tashmë me këto dëshmi që sapo i kemi parë kohëve të fundit. Sidomos pardje ishte një kështu shok informativ që e patëm vërtet të gjithë si shoqëni. I kemi autorin e librit të në studio, i urojmë mirëseardhje, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që erdhe, sigurisht edhe me na tregu më shumë për këtë libër që realisht ka dalë në momentin e duhur, në momentin kur po diskutohet shumë për gjykatën, për dhomat e specializuara, edhe për atë që po ndodhet atje, që ju shpjegoj pak a shumë dhe Delfina në prezantim, dhe pothuajse nuk ka po besoj tavolin miq ose shtëpi të shqiptarit që nuk e ka temë diskutimi atë që po ndodhet atje. Juve do se që të shkoni, si më thon, disa hapa tutje, edhe ta bëni librin, ta përcjellni kritikë atë që ka ndodhur, edhe të na sjellni këtë libër. Pse e bët kur e niset realisht? Unë gjykatën e Hagës e kam përcjell në vazhdimsi jo vetëm tani, por e kam përcjell edhe kur ka funksionu për ish Jugoslavinë, për krimet në ish Jugoslavi, dhe kam qindra ori kam të ingjizuar nga ajo periudhë kohore. Po, unë e kam përcjell prej fillimit edhe gjykimin që po ndodh në Hagë, një gjykim krejt skandaloz, një gjykim i pa kërkueshëm, nuk mundesh me gjetë në asnjë vend të botës edhe një gjykat tjetër të tilla apo të parafërm ta krahasosh me gjykatën e Hagës. Libri nuk është shkruar për të mbrojtur individ, nuk është shkruar as për të mohuar krime. Këtu është një problem më i madh. Problemi është drejtësia. Pas raportit skandaloz të Dick Martit, u kriju një gjykat, u kriju një drejtësi e lloj të veçantë, një drejtësi monoetnike, e cila i përjashtoi krimet tjera të bëra nga Serbia, krimet masive, sepse në Kosovë botërisht tani më që dihet që kanë ndodhur krime masive dhe këto krime u përjashtuan për kësaj gjykate, ndonë se më herët është marrë gjykata për ish Jugosllavinë me krime të pretenduara në Kosovë, siç e kemi të njohur rastin Haradinaj, rastin Limaj e të tjerëve, ku shumica prej tyre janë liruar të pafajshëm. Prandaj domethënë, mu kjo më ka shtyr. Raporti skandaloz i Dick Martit është një raport që sui generis, raport i cili posë që qoroditi gjithçka, ai dha dhe kohjen hetimeve, jo dha kohjen hetimeve, duke e larguar nga vendi i hetimeve ku duhet kryeshin hetimet dhe duke e drejtuar në një vend ku faktikisht s'mund flitet për krime. Megjithatë veç raporti Dick Martit nuk është diskutuar edhe për çfarë edhe është kriju dhomat e specializuara. Asnjë rëndësi nuk ka që nuk nëse marrim nga një këndvështrim tjetër, edhe po t'ishte pjesë e këtë akuzës sot raportit Dick Martit, nuk do t'ishte kërkuar një dënim më drastik se që është kërkuar nga prokurori të Hanën. Do thot, po raporti Dick Martit, ai filloi e krijoi narrativen edhe ishte nisja, nisja në bazë sa ju kriju dhe ai i çorientoi hetimet, raporti Dick Martit i çorientoi hetimet dhe na la donken. Një gjykatë serioze nuk do dojmë me ra në ato nivele, apo jo? Në një raport të pretenduar të niste gjithçka. Pra, nëse po flasim për një gjykatë specializuar edhe për një gjykatë serioze, do dojmë trajtu me seriozitetin që i takon. Një diçka kaq të ndjeshme, apo jo? Po natyrisht, ai vetë titulli i librit flet drejtësia pa llogaridhënie. Do thot një drejtësi që askuj nuk i jep llogari. Dhe derisa një drejtësi e tillë që askuj nuk i jep llogari quhet drejtësi, ai është një
shkruajtje e gabueshme, sepse nuk ka drejtësi në botë pa llogaridhënie. Ndërkësh në rastin konkret dhomat e specializuara të Kosovës, kuazi në Hag, ato nuk ka llogaridhënie askund, kërkuj nuk i japin llogari, kërkuj nuk i japin raport, kërkush nuk din se çka ndodh aty. Faktikisht në bazë të atyre që kanë ndodhur që janë bërë publike gjatë vitit të fundit, ato kanë krijuar një shqetësim të jashtëzakonshëm dhe kanë nxjerrë në sipërfaqe deformimin më të madh të mundshëm që mund të bëhet në kuadër të një drejtësie, në kuadër të një gjykate. Kemi rastin konkret me ombudspersonin në kuadër të gjykatës. Po cila gjykate e mbikëqyr vetveten? E merr aty nga trupi i vet që ti e mbikëqyr si i jonë dhe po njëri prej nesh. E nxjerr atë në domethënë kjo është edhe kjo s'di që mund të ketë një shembull të tillë. E ku mendoni që qëndron problemi kryesor te llogaridhënia? I ke plot defekte, i ke hetimet. Zhvillimin e hetimeve ke. Hetimet nuk janë kryer aty ku duhet. Unë kam sjellë në libër, kam sjellë një çështje tjetër kam sjellë, së cilës janë shmangë të gjithë, dhe kur shmangët e vërteta, kur iket vërtetës apo shtrëmbrohet, atëherë nuk mund flitet për drejtësi. Unë kam sjellë këtu shembull dhe kam sjellë varrezat masive. Janë gjetur shumë varreza masive në Serbi, me trupat të shqiptarëve. Po shtrohet pyetja, si shkuan ata në Serbi? Në Batajnica? Po, Batajnica është marrë si shembulli më konkret, për shkak se Batajnica është vetëm 19 kilometra e disa qindra metra nga Akademia Ushtarake Mjekësore e ish Jugosllavisë dhe e Serbisë në Beograd. Do thot, e ka një distancë prej 20 kilometrash, ku të gjitha parametrat për trafikimin e organeve kanë qenë aty të mundshme. Dhe si ndodhen, si shkuan ata njerëz atje, shkuan të gjallë dhe ju morën organet, apo shkuan të vdekur. Në Serbi janë bërë transplante jo vetëm në kohën më të re, në vitet të 90-ata, që në vitet e 70-ata kanë bërë transplante dhe kanë bërë transplante të suksesshme, ato janë të njohura. Në ndërkohë që në Kosovë njerëzit për një infuzion vdisnin. E imagjinoj çfarë ka pas. Një shtëpi e verdhë e imagjinuar që nuk mund të paramendohet. Kur jemi të shtëpia verdhë në këtë rast, unë në atë kohë kam qenë mësues në shkollën shqipe të mësimit plotësues. Dhe nxënësit e mi kanë ardhur me gazetë në dorë, gazetë zvicerane, mësues që kjo është shtëpia verdhë. Po thotë, qeshnin ata, po këtu thot njeri gishtin me prej dhe ka rrezik të infektohet e lemo transplantohen organet. Totalisht e pabesueshme. Në fakt në vazhdim e kësaj që po ju pyet edhe Delfina, se ju më herët e quajtët, po ju parafrazoj, po ju quajtët një çoroditje, një degenerim të krejt sistemit. Që janë ato çoroditjet më të mëdha, edhe ato nuk e di gjanat më të pabesueshme që po i shohim edhe po i shebota në këto dhomat e specializuara. Realisht sepse po flasim për një gjykatë për dhomat e specializuara në këtë rast, pra që do dojmë qenë serioze dhe po flasim për një diçka kaq të ndjeshme, edhe ndodhin para botës situata të tilla që po i shpjegoni edhe ju këtu dhe që i shpjegojnë edhe njerëz të tjerë, pra të sistemet të drejtësisë që janë totalisht të palidhura me njëra tjetrën. Cilat janë çoroditjet? Në vetëm mund të themi se cilat janë, po nuk ka. Pra Gjithçka është e çoroditur. Aty është një drejtësi e deformuar. Krejtësisht është drejtësia e deformuar duke u nisur nga ligji, i cili i krijon këto dhoma dhe i lejon nxjerrjen e tyre jashtë Kosovë. Duke filluar nga këtu, duke filluar nga narrativat e dikmarrëve të cilat kanë filluar në një stacionin e trenit në Zyrih me Milan Proticin, ambasadorin e Serbisë, pastaj me Bruno Vekaricin dhe me gjithë sistemin serb. Janë sjelljet e gjykatës. I marrim 2-3 shembuj ma konkret për i marrim. Në gjykatën e Hagës asnjë simbol i Republikës Kosovës nuk është. Dhe thuhet se janë dhomat e specializuara të Republikës së Kosovës. Asnjë simbol i Republikës Kosovës nuk është aty. Në sallën e gjykatës, në sallën e vizitave është një rregullore në gjuhën shqipe për vizitat,
edhe nuk ka kur gjo në gjuhën e tyre. Pastaj janë vizitat, pastaj janë sjelljet me avokatin e popullit të Kosovës, kur ka qenë vizitet ta që asnjë shënim as me mbajt nuk e kanë lejue. Janë ndalimi vizitave. Sa orë të nxizuara janë fshehtas. Do thotë, në të gjitha mënyrat janë shkel të drejtat e njeriut në atë burg. Njeriu përderisa nuk është dënuar dhe nuk është bërë dënimi i plot fuqishëm, ai nuk është fajtor. Edhe Jack Smith në fillimit kur veç ka qenë si ide gjithë kjo, ka thënë se do dënohen krerët e UÇK-s me vdekje. Po. Do thotë pa pas akt akuz, pa pas dëshmi ose pa pas fare asgjë. Ku është sot Jack Smith me një akt akuz për vetën? Në proces gjyqësor për vetveten është Jack Smith. Sepse pa dash njëjtën gjë ja bë edhe Trumpit në Amerikë, kështu që pastaj është çështja e paraburgimit. Sa gjatë kanë të mbahen 5 vjet në paraburgim. Të mbahen 5 vjet në paraburgim. Më shumë se 5 vjet në paraburgim, ato u bën 5 vjet e gjysmë. Së është kjo çoroditja, apo? Çu është në epilogun ju, zoti Bishi? Është vështirë me këta gjyqtarë, me këtë papërgjegjësi të tyre, me mungesën e mbikëqyrjes. Unë jam pak a shumë i rezervuar. Megjithatë mbrojtja nuk ju besoj drejtësisë në Hag, unë nuk i besoj. Drejtësisë në Hag nuk i besoj. Ajo është një gjykatë politike dhe faktikisht politikisht po punon. Mbrojtja djeke kështu e ashpër dhe kështu me argumente të fuqishme. Nuk e di nëse patë mundësi me përcjell. Po e kam përcjell, po me të shurët e një fletkot. Me atë e fletkot, sepse ai nuk më dëgjon. Ata i kanë ju e theksut. Çfarë ka thënë James Rubin tha nuk është relevant. Çfarë ka thënë Jack Smithi? Dënimi është i paracaktuar. Po, pikërisht. Dënimi është i paracaktuar. Por mos mirën parasysh gjithë ata dëshmitarë që kanë edhe që kanë qenë në proces luftës edhe një farforme si ndërkombëtar që e kanë mbikëqyrë, është e pabesueshme. Mi besu dikujt që akuzonte se i ka humbë lopa ose banalitetet e tjera që gjelozonin sa i vishe i mirë ose diçka tjetër, kjo është absurditet. Po përsëri, kjo është pjesa e asaj çoroditjes në vazhdim që po përcjell këtë gjykatë. Ne presim që ata të lirohen, shpresojmë që ata dalin të pafajshëm, sepse janë të pafajshëm, faktikisht ndonë se unë nuk e kam shkruar librin për të konstatuar pafajësinë e ty, po për të dokumentuar shkeljet që janë bënë edhe vazhdojnë të bëhen në gjykatën e Hagës. Ne presim që ata të dalin. Atyre ajo farë Terezia, peshorja e drejtësisë, atyre ju ka prish, nuk kanë ndonjë. E vërtet. Nuk kanë ndonjë peshore. Ju librin sapo e keni botuar apo jo, sapo ka dalë, edhe mirë keni botë që keni botuar në gjuhën angleze. Pra në të njëjtin libër pjesa parë është, po në njëra pjesë është në gjuhën shqipe, pjesa tjetër është në gjuhën angleze, kështu që është edhe për anglisht folësit. Nuk e di nëse keni pas mundësi me shpërnda edhe çu keni synimin me e shpërnda, pra me u lexu prej njerëzve relevant. Unë synimin e kam për çka është botuar në gjuhën angleze për ta përcjellur tek përfaqësitë e huaja diplomatike që janë në Kosovë. Unë e pata një bisedë që të hanën e pata një bisedë në shoqatën e veteranëve të luftës, po nuk e di, nuk hasa në ndonjë mirë kuptim të madh. Ndonë si libri ishte ofru për të shpërndarë gratis, po kur farë pagese, se a i dojnë ata si dojnë, na dojnë, as na dojnë, nuk ka asnjë rëndësi atyre është dashur për t'u futur në kutinë e postës. Ambasadave? Ambasadave, të gjithave. Unë e kam ndërmend t'u përcjell me postë, unë nuk jetoj në Kosovë, jetoj jashtë. E kam ndërmend sa jam këtu t'u përcjell atyre që janë këtu në Kosovë, t'u përcjell me postë këtë libër, të njëjtën gjë do ta bëj edhe në Zvicër kur shkoj. Por njëkohësisht do t'ja u dërgoj edhe në gjykatën e Hagës. Bile të paktën 4 copa, 5 copa do t'i dërgoj për bibliotekën, më thojza, për bibliotekën e Burgut në Scheveningen. Dhe ky është qëllimi im. Një pjesë do të
lëshohet në treg për ata që janë të interesuar për të pasur librin dhe për mund t'ju shërbej, sidomos atyre që merren me drejtësinë, dhe nga sot librin mund t'a gjejnë në librarinë Artini. Fillimisht dhe pastaj sigurisht do të Dugaxhini, ndoshta te Kova te këto. Po nga sot tek Artini do të mund t'a gjejnë librin. Sa mendoni ju, zotri Ibishi, që është lënduar besimi i qytetarëve te drejtësia? Kur themi edhe që është ndërkombëtare vërtet, pastaj është pak edhe më e rënduar. Është e lënduar edhe ata që nuk kanë qenë të lënduar nga sjelljet e gjykatës Hagës, nuk kanë shpreh mosbesim nga hana, duket që edhe kur del njeriu në qytet, kur ec, kur e sheh që është bërë një kthesë e madhe, dhe më duket që nuk ka jetë askush që nuk është prek nga. Dhe po krahasohet dënimet që i kanë marrë ata që i kanë bërë gjithë ato krime në Kosovë me propozimin për dënimin e krerëve të UÇK-s. Po propozimi është kërkesa e prokurorëve. Kërkesa prokurorëve ishte që të dënohen krerët e UÇK-s 100 vite më shumë se sa serb që kanë imagjino. Po. 100 vite më shumë se sa ata. 110 vite. Po. Se 80 me 100, po tamam 100 vite. Tamam 100 vite më shumë është kërkesa e prokurorit që të dënohen krerët e UÇK-s. Pastaj pse si të katërtit me të njëjtin dënim. Pastaj askund nuk gjykohet sa e diun në lufta në vetë mbrojtje, apo jo? Jo, askund. Këtu nuk po gjykohet. Sikurse nesër ta gjykojnë Zelenskin për shembull për sulmet e Rusisë. Po, përderisa është mbrojt edhe nga gjithë spektri ndërkombëtar, po. Këtu nuk po mbrohet viktima. Këtu po mbrohet agresori. Këtu po mbrohet agresori, jo viktima. Zotë Neziri, faleminderit shumë që sot në studio, veç për shkak të mungesës së kohës se e kemi tash edhe edicionin e lajmeve, ne po urojmë që vërtet libri të lexohet dhe të kuptohet ashtu siç duhet nga gjithë, edhe siç e ka dhe qëllimin realisht. Faleminderit edhe juve për mundësinë që më dhat të flas për librin, për bisedoj për librin, unë solla dy me vete për juve këtu. Dhe në përfundim kisha për thënë se sot mbase ka të interesuar që nuk kanë dëgjuar, sot në orën 12 bëhet promovimi i librit në salën e Institutit Albanologjik në Prishtinë. Okej, në orën 12 pra është promovimi në Institutin Albanologjik në salën e konferencave ose të promovimit aty. Edhe njerë faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.